Aleanca Kombëtare për Integrim zhvilloi një aktivitet sensibilizues në sheshin e qytetit të Gostivarit në kuadër të muajit tetor, i njohur ndryshe si Tetori Roz, muaji i ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit. Në aktivitet mori pjesë edhe kryetari aktual i komunës së Gostivarit dhe kandidati për një mandat të ri nga AKI Valbon Limani, si dhe bartësi i listës për Këshillin Komunal Valdet Xhaferi. Duke folur për këtë nisëm, Limani theksoi rëndësinë e ndërgjegjësimit të grave për kontrolle të rregullta shëndetësore si mënyrë për parandalim dhe zbulim të kohë të kancerit të gjirit. Sot, si Aleancë Kombëtare për Integrim, organizojmë këtë event i cili ka të bëjë me muajin roz për ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit. Do të kemi shpërndarje të fletushkave dhe këshilla të gjithë bashkëqytetarët tonë, të cilët do t'i takojmë. Shpresojmë që këto mesazhe dhe këto këshilla të arrijnë deri tek numër më i madh i grave, me të vetmin qëllim që të ulet numri i grave të prekura me kancer të gjirit. Ai prezantoi gjithashtu një nga pikat kyçe të programit të tij për mbrojtje shëndetësore, duke njoftuar se nëse rizgjidhet çdo vit do ndahen 150 pako për mamografi falas, të dedikuar për gratë e qytetit. Po ashtu Limani theksoi se Spitali i qytetit duhet sa më parë të pajiset me aparat mamografik. Në programën tonë gjithsesi kemi para pa mamografi falas, deri tani kemi pas nga 100, por do të mundohemi bashkë nëpërmjet Këshillit Komunal këtë numër të arrisim deri në 150, por mbi gjitha shpresojmë që Spitali i Gostivarit në të ardhmen do të ketë një mamograf dhe me këtë të ulet dukshëm numri i grave të prekura nga kanceri i gjirit. Paraprakisht në qendër të qytetit u shpërndan fletushka ndërgjegjësuese me mesazhe për parandalimin e kancerit të gjirit si pjesë e këtij aktiviteti që synon një shoqëri më të informuar dhe më të shëndetshme.